Andaj njëra prej sprovave të pejgamberëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Ibrahim alayhis salam ka qenë sprova me ignorant. Edhe s'di, edhe këshire shtu, edhe s'di, edhe ka pushtet. Se veç mës me dit, edhe s'ka pushtet, jetë një budal që ti. Po me dit e me pas Facebook, mës me dit e me pas Facebook, a baba ma keq. Nuk di edhe ka TikTok, ala ma keq. Apo, nuk di edhe ka Instagram, ala ma keq. Sa i përshimu i ka bëha ti 50.000 veta, edhe 50.000 veta bu do dhe lëkit i turturon për dit. Apo, tash përshimu, parameno, ka TikTok, ka Facebook, ka Instagram. Parameno me kone edhe në qeveri. Apo, bu zamet i madhë bëhat. Do më thonë, budala, sa ma shumë që i shtohen këto efekte tjera, performancat e fuqijës, bëhat shumë. A dhe që ka të allo, vë idhi tela Ibrahim e rabbuhu, e kish provu Ibrahimin, Zotë i vetë gjellë gjellalu. Si ka sprovu të ndërun gjëmat, me Nëmrudin. Nëmrudi leje që është i padishëm, leje që është arrogant, edhe ka takat. Dhe ka takat dhe që ka më të thonë vrale, përvec Allah e ka mbrojt. E ka mbrojt, apo. Dhe do shojë pëse s'ka thonë vrale. Nëmrudi, apo, që i kish kundër men? Po i Nëmrudi aj që e vrajt i njerin, bigajri hak, vrajma ta që ta veç që kalzoj këtina, ato njeri, ati kushove, kur që nuk ka njeri të pushtetar. I mur di njerëz i pi burgit, tha Ibrahim, zoti jot çka ban? Ja pjet me rjet. Beri ka tha. Mite. Si kur gjojëç? Parashtrohet pyetja, pse në fund kur ju mshel goja, nuk tha, po vranë edhe kët? Vranë edhe kët. Ha? Që me bomës me vra, kit populli shkon ka Ibrahimi alayhis salam. A dhe që ka po ka thënë, largoju për këtu. Haj, tamam, ti pas keni zot, apo veç lë që të rrijnë pushtet. A i intereson pushteti. Andaj atahu Allahu al-mulk. Andaj sprova Ibrahimit alayhis salam ka qenë cila sprova me të padijshmit. E thot Aisha radhiyallahu anha pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thash ya Rasulullah, a Uhudi ka qenë më irani për ti? Tha jo. Në Taif e kanë pas shumë rat. Jam alivanos për budallëve. Dhe pastaj çka ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahumma faghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Tha Allah, fale popullin tëm se këta nuk din. Këta nuk din. Që nuk dinë në rregull. Por kur veprojnë me padia, ajo është e keqja. Ti që s'di nuk ka problem. Ti mundesh me kanë smut, edhe nuk di ç'ish mushnosh. Apo, deri këtu jemi në rregull, të ka ro gripi, edhe ti thu, çka të bëj se temperaturë kam. Këtu jemi në rregull, kini smuje, edhe ti s'di. Kjo në rregull. Kur janë nis mu bëu doktor i vetes, ai rrezik. Nuk ka rrezik që të ka jep temperatura. Rreziku kur ti vepron me ignorancën tënde. Çish heket ky rrezik? As di po, shko te doktori. Të kallzon ai. Andaj, sprova Ibrahimit alayhis salam, cila ka qenë sprova me Nëmrudin e padijshëm, i cili leçi u kanë i padijshëm, pi thot Ibrahimit ti mundesh më bind. Sikur që ju thonë plot pi njerëzve sot njerëzve, shtete, parandori, marrë njerëzi, thot ti mundesh më bind, dhe vetëm mundesh më bind. Apo, pavarësisht a di as di ai, pavarësisht a në rrugën e drejta nuk ka në rrugë, neve kemi na u bind. Sikur që ju shohim sot bota, tenton me ignorancën e vet me e bind, çfarë? Mi bind musliman se ju duhet me kon si na. Ani pse na janë ndalalet, ani pse na në zhvesh, ani pse na për shembull kam rënë niveli përdorimi drogës maksimum, përdorimi alkoolit maksimum, përdorimi shkatërrimeve deri maksimum, s'ka lidhje ju doni më si na, si doni më kon civilizum. Ç'u s'dojna? Apo, ç'u s'doni? E ç'u s'doni? E dini, pasoja.